deklaracionin për cilin po flas, që ata s'po kuptojnë çfarë po propozojmë. Ta flasim për koalicion klasik. Ata do ta kuptojnë që koalicioni LDK vetëvendosje nuk do të ndodhë. Ta shnoshin kryt me këtë çështje sepse është premtim elektoral i LDK-s, nuk basojmë në vlerat e paraqitura për këto 4 vite. Por mund të bëjmë me deputet të LDK-s. Besojmë që vetëvendosjes i duhet një reformë e thellë e mënyrës së bërjes së politike, dhe besojmë po ashtu që skenës politike i duhet një fazë emancipuese, ku edukohemi. Edukohemi dhe kuptojmë që kjo politikë, nëse zbutur tani me gjuhë, po politika e ashpër nuk sjell rezultate. Në atë moment që partitë politike kuptojnë që gjuha e ashpër, rënimi i vlerave demokratike, të lirisë, të orientimit për perëndimor të Kosovës, nuk ofron zgjidhje. Në atë moment besoj që kemi arrit suksesin e emancipimit të skenës politike dhe besoj që përfituesja më e madhe do të jetë lëvizja vetëvendosje në këtë drejtim. Pra pa një reformim të thellë të lëvizjes vetëvendosje nuk shoh as mundësi bashkëpunimi, pra nuk ka LDK plus VV, LDK përballë VV po, LDK plus VV nuk ka, dhe nuk ka kur farëndësie se çfarë vjen pas neshën e qeveritë unitetit. Unë nuk du ta lë anash as VV-n, as PDK-n, as AK-n, as nismën. Po i flas për një zgjidhje afaqshkurt, në rregull, nuk e doni zotëri, më tregoni çka doni. Çka doni? Cila është zgjidhja juaj? Jeni partia e parë me 48 deputet. Nuk e keni as më shumë, as më pak se sa çdo parti tjetër politike që kesh bën mrekulli me 48 deputet kudo në botë. Ma tregoni për 3 deputet çka jeni të bëu. Nëse i pas keni votat për zgjedhjen e qeverisë, atje u japni këshill pa parë. Votoni për njërin prej 40 kandidatëve që partitë tjera po duhen më votu. Shkoni zënë në qeverin, shtenat kandidat me dhënë ndërheqje, keni qeverin, e më pas e zënë kandidatin që dëni vetë, edhe një herë. Nuk është i raport që keni dhënë ndërheqje, madje zoti Konjurca ka dhënë vetë një herë ndërheqje, në vitin 2019. Pra, rregull është letë me kritiku diçka, që unë pjap disa kritika. Do më thonë, kozgjatja e një qeveri është problematike për qeverinë unitetit, po jap kritik vetë, kjo është ana negative e qeverisë unitetit. Pra është e shkurt, është shumë e mëngjajshme që njerëzit që i marrin funksione të e pas parasysh që janë shkurt për 10 muaj, nuk e kanë edhe motivin shumë të punës. Edhe vjedhin më shumë. Potencialisht rrezikohet që njerëz të keq përdorin pozita zyrtare në qeveri. Kjo është kritika e parë që mundesh me thonë. Kritika e dytë që mundesh me thonë është që ka thyrje të rregullit demokratik, kush e monitoron rrjedhimisht, kush e bën kritikë ndaj një qeveri të unitetit. Kjo është problemi më thelbësor. Dhe problemi i tretë është, a keni bërë diçka në këto 15 pika që kemi vendosur? Këto janë ondë negative, ondë pozitive që janë. Ne vërtet i japim stabilitet Kosovës, vërtet e ndërtojmë një platformë mirë ndërkombëtare për qeverinë e Kosovës, që çdo parti politike i qëndron asaj vije pas një riseti politik. E treta, shmangim një krizë të madhe. Në çfarë krize të madhe kemi përpara? Pika e parë, gjykata kushtetuese ka 2 vende vakante. E bëni me mend nëse kriza zot shumë dhe s'kemi as gjykatë kushtetuese. A dini që sa pozita zyrtare në Kosovë kemi më ushtruar detyre. Dhe madje me nivelin e madh korruptiv në Kosovë që kemi, në nivelin e madh korruptiv që kemi në Kosovë, dhe vazhdimësia me këtyre bordet parti akuzuara është pasje dëmshme si ka qenë përpara. Pra të bëjmë një zgjidhje, a keni vërejtje për këto pika? Nëse doni me thjeshtëzu në betejë elektorale, LDK-ja don PDK-n, a unë me dash PDK-n, e ne me dash PDK-n, sot e kishim pas qeveri me 7 vota, edhe listën serbe. Pra po të ishte vërtet kjo çka po thonë këta, ku kish vol për opozitës sot. Do të pas pak sens çka po flet. E kuptoj që është betejë politike, vjen mirë që s'ka sharje ofendime, ndoshta ka filluar emancipimi politik me ndodh. Po besoj ne kishim po shpejtu këtë 15 pikësh dhe këtë 10 muaj për me ndodh një reformë thellë e politikës kosovare, një bazament i mirë për çështje nacionale dhe një dakordim i spektrit politik të Kosovës, kryesisht të shqiptarëve shumicë, për çështje me interes për të ardhmen e Republikës.